Në recetën e parë kemi ezauruar dhe jemi gati për të prezantuar recetën e dytë dhe siç tham do të shkojmë në recetë antike italiane, do të bëjmë ca gnocchi fritti, që janë disa petulla tipike që siç na tha zonja Linda një herë një kohë janë pas bërë me deri, por tani i kemi modifikuar pak. Do të shkojmë dhe do t'i themi më një herë përbërësit për këto petullat italiane. Përbërësit janë këto: 300 gram mielola, 130 ml qumësht, 30 ml vaj ulliri, 10 gram fryrës për torta të kripura, 1 lugë çaj krip, 2 lugë raki, vaj për t'i skuqur. Ndërkohë për t'i shoqëruar, ne sot kemi zgjedhur prosciutto cotto, rucola, djath kremos dhe domate qershi. Këto janë edhe përbërësit që do t'ju duhen edhe ju për të realizuar sipas metodës sonë këto petulla antike. Atëre, domatet, si shta Julka, prosciutta, rucola dhe djati kremoz janë për t'i shoqëruar. Ju natyrisht zgjidhini t'i shoqëroni si bas dëshirës. Unë nga jeri edhe me recel, një edhe me një krem çokolate, po varet, du më hajme të kripra, shkoj dhe ke ambra, këto mund t'i konsumo si të dëshirosh. Edhe kur bëhen me djam deri mund t'i hash me të? Nuk është ndihet djami deri. Djami deri t'i bën kështu si kërce i bën. Okej. Bëhen shumë mira. Kush ka në shpile t'i gatuar? Domethënë zëvendësoni 30 ml e vaj, zëvendësoni me 30 gram djam deri. Okej. Por faktikisht edhe në Itali ka shumë vite, domethënë, që është hequr djami derit në këtë gatim. Edhe përdoret vaj. Dhe përdoret. Po jugu italist akoma shu i bënë, me djam deri i skuqe, janë këto mamë gjyshet e vjetra. Atëherë si do të veprojë me këtë recetë? Në një tas do të përzihem, do të hedhim mielin, do të hedhim kripën, do të hedhim fryrsin, do të hedhim mesit. Më pas do të shtojmë qumshin, vajin dhe kemi edhe 2 lugë raki. Mu kujtuan nona tonë që kanë pas bërë dikur gjyshet tona, petullat që shtonin çik raki, që i bënin më të buta. Edhe kur e pash se nuk është se shtova rakin, me sinqert, nuk e shtova nga vetja ime, ajo zonja që e poston të këtë recetën e familjes, thoshte që familjen time ne jedhim 2 lugë grapa, i thonë të raki, se e kanë italian të rakin. Thash, po ne kemi, thash, pse jo dhe ne të mos e bëjmë? Sa mirë, edhe unë kam raki që ma sjellin, po të paktën ta përdorin të për petulla, se kështu nuk e pi dot. Pra rakia në i zbut petullat. I bën më të buta, po. Bukurim. Ja e mësuam edhe një gjë për ju që nuk e dini të, si puna ime, se mbase ju vetë e dini, se jeni zonja që kenë... Po, disa zonja e dinë, kush është rritur me gjyshe, e di që gjyshet hidhnin këto rakit në përpet. Atëre, do të hedhim mielin me sit, unë kam mielin ola shumë përdorim. Sa po do të të pyesja? Po. Ose në gjuhën popullore ky bluja. Po, tamam. Se i digjoj zonjat në një herë bluja, i kuqi, i kafi, jeshili. Po, shme thjesht për të kujtuar. Vërtet. Dhe shtojmë edhe fryrsin. Okej. Kemi fryrsin për tortat e kripura. Po, ose të ëmbla pa vanile, shtuam edhe kripën. Dhe këto unë do t'i largoj se nuk më duan. Po, faleminderit, Julka. Do të marr këtë teljen e vezë, këtu po na zjen dhe lakra, jemi okej. Dhe do t'i përzijem me tel vezës këto që kemi si plura. Plura, i them, këto përbërësit e thatë. Tani do të shtojmë qumshtin, do të bëjmë një si grop neve këtu fillimisht. Gjithmonë bëhet kjo gropa, për të hedhur vezën, për të hedhur qumshtin. Do të hedhim qumshtin, do të hedhim rakin. Kush nuk përdor këto alkolikët mund ta heqi këtë rakinë, po, se ka njerëz që nuk e përdorin. Kështu që se jo të gjithë e bëjnë me këtë rakinë brenda tek brumi. Po, çdo familje aty ka recetën e vet. Po, nuk të bën tap aq pak raki, vetëm 2 lugë çaj. Apo gjella. Vogla. 2 lugë vogla. Po ku quhet ajo? Po. 2 lugë të vogla, 2 lugë gjella, nuk është një gjë e madhe. Tash do ta punojmë brumin me dorë. Julka po ta kaloj ty unë këtë, faleminderit. Tjetër. Dhe do ta punojmë derisa të kemi një brum të butë. Tash nëse ju kërkon më shumë qumësh, shtoni, faktikisht unë e kam mbajtur aty me i gotë. Kemi mbajtur pak më njan. Po gjithmonë kur bëhen brumrat mbahet o çik qumësh, o çik miell, ose çik, do të thënë ça lëngu ose ça pluri ke do ta për ta patur aty. Ja, në këtë rast do të shtoj pak qumësht. Okej. Dhe punojmë. Shumë e thjeshtë edhe nuk ka nevojë që të qëndroj.
Tani, nja 20 minuta po e latë mirë është, sepse është stresi që kryojmë neve brumit, jo për gjë tjetër. Raftë të pika që të stresojmë ne ka shumë, raftë të pika. është thjesht vetëm çështje stresi, nuk është për gjë tjetër, nuk është si brumi që duhet vije, tjetër është. Nga që brumi stresohet, kur pushon, lëshohet edhe hapet më mirë. Tani unë Julka do ta punoj këtë. Po dha një lugë qumësh, kam hedhur këtu, asnjë gjë, domethënë shumë pak. Po, shumë pak. Dhe tani do ta punoj, sepse duam një brum të butë, që të hapet me petës, edhe të mos na ngjisë. Dhe tani e punojmë. Kam të mjellin, një tas me mjellë aty, Julka, të lutem? Po, patjetër. Po, do të ndezim dhe do të avëm vajnë dal nga dal, po, ma lërë këtu, faleminderit. Do jedhim vajnë, ke vajnë aty poshtë, ke vajnë gold neve, dhe... Duhet të jetë shumë? Ne do të ngrojmë, do të lëmë kështu, jo, zjarë mesatar gjithmonë. Po ta kemi gati, se këto me njerë sa po bët, do t'i hapim në me këtu, do t'i skuqim. Ja ku e kemi dhe vajnë e djellit gold, i artë, i mirë, për gjitha këto skuqjet e gatimet në për shtëpi tona, nga të uta sigurisht. Kjo tavolina e orës duhet të ketë bimçë? Po, po, sikur skuqin petullat tona. Se po të shohësh është brumi thjesht, nuk ka zvezë asgjë. është brum për mua dhe për shoqet e mia. Prandaj pyeta nëse mund edhe të mos rrinte të pushon, po 20 minuta edhe presim. Kjo mund ta bësh ja në këtë moment do ta bëjmë falën, po. E bëjmë brumin, e lëm, pim kafen për vete, pastaj bëjmë petullat fëmijëve, bashortit, shoqërisë, varet se më keni fjetur mbrëm. Është okay kaq? Apo taj? Po, shumë mirë jemi, okay, perfekt fare. Pra, do të punoni brumin, falni, do të punoni brumin me dorë një 6-7 minuta, i vini një tas sipër dhe lëreni të pushoj, sa i do hapet më thjesht. Kjo është, më të. Okej. A, unë dhe zërë këtë kapi, okej, shumë mirë, po. Tani ne qëmë ke 14, se mbas pak do e kemi gati. Do shofësh pak edhe atë lakën të lutem? Po mua lakra më ngjanë shkëlqyer tani. Jo, do në akoma, e lëm akoma. Do akoma? Aha, derisa të mbarojmë ne kemi gati. Aroma që vika nga kjo lakër. Në jep shirë shumë dhe salsa shekës. O, nuk e di, dhe juve që urreni lakrën do të dashuroni. E shkëlqyer. Tani po lajduar, do pastroj dhe tavolinën edhe do mere me këtë... Su preokupo. E pastron ti, okej, faleminderit. Trojon. Do merremi që tapim brumin. Gnocchi fritti, unë jam e bindur që kur keni ustuar në Itali, diku e keni hasur si term, dhe pse jo edhe e keni ngrënë këtë si recet. Është një recet antike, italiane, mira, vjeçare, kështu që unë ju sugjeroj që edhe ta bëni. Por ju e keni me merak vetë që t'i bëni të gjithë gatimet që zonja Linda bën këtu në program, dhe bëni shumë mirë me thënë drejtën, se s'ju ka dalë keq. Aq mirë ju ka dalë sa... Keni marrë kaq shumë komplimente dhe keni çuar kuzhinën tuaj në një nivel tjetër. Tani do të shtroj tapetin e silikonit. Dakor. Dhe do ta hapim me petës. Faleminderit me këtë rulin e trasit. Kjo të duhet më? E lëmë aty gjithsesi. Për çdo rast se na duhet për tapet. Ndërkohë pra këtu po ngrojmë vajin. Dhe ne do hapim, po nda njërë kështu dyshtë. Dhe do ta hapim me pak fare miellë nëse u ngjit. Ju do ta shikoni që duke lënë brumin pushoj, ai do të hapet kështu. Do të hapet shumë thjesht. Po, hapet shumë thjesht. Okej. Tani ne do na hapet çik më me zor, po s'ka rëndësi. A do ta hapo? Jo, s'ka gjë. Ta stresoj edhe një herë. Jo, se po dhe stresova dhe. Këto gnocchi friti, duhet jenë atë formën si rom, po, ato janë. Okej, kështu janë ato origjinale. Po, origjinalet ashtu janë, dhe vazhdojnë ashtu t'i bërë. Po të shkosh në Bologna, Ravenna, ku jetoja unë, po, në të njëjtën formë, ashtu prezentohet.
priten të gjithë. Tash mos bënim në i zemër, njoka frita. Si njoka kalem këtë kategoria tjetër. Pra jemi duke hapur të petën, e këtyre petullave, tipike italiane, dhe më pas do t'a presim në forma dhe sigurisht do t'i kalojmë në tigan, do t'i skuqim me pak vaj, taull. Ja, do t'a shojmë pak Julka prit kështu. Jo, okej. Për akoma. Ndërkohë unë oqa ka pakun aty ke lakra që të ma vulloja i lëngu. Peta nuk duhet ketë në një trashësi të madhe. Jo. Tek 2 mm ja futa kos. 3 mm. Që është vërtet. Po? Po, aqë. Qëllova këtë herë. Dhe presim në formë në romb. Shi. Tani madhësinë e tyre e vendosni ju e vetë. Sa bukur mi zonja Linda. Që t'i bëjmë qik më të bukur e heqim dhe këtë këtu. Edhe kësaj këtu se na dalin të shëmtuara. Tjetër, shkojmë në petullat shëmtuara. Ku? Edhe kështu vazhdojt e me gjithë brumin. Sa bukur. Tash dikush nuk është origjinali, dikush i bën që momentin që ti i bëre këto kështu Julka, po e them për kuriozitet, se ato hapen sido që të bëhet, ti merr 2 nga këto dhe i vën mbi njëra tjetrën, do të thënë i bë çik djath në mes. Po. Po do ta shikoni që këto hapen, po. Këto hap, po duhet ta bësh dhe çik më të madhe këtë. Megjithatë ja po vëm pak kështu sa për t'ia treguar zonjave. I vë dhe një tjetër sipër kështu Julka. Okej. Edhe i mbyllanash. Edhe i mbyllanash, po ç'a ndodh ato gjithmonë kur skuqet hapet. Do të thënë nuk e eviton dot ato që të hapet. Po sikur t'ja bëjmë këtë ta mbyllim anash. Ja kalojmë edhe me atë. Ja kalojmë anash. Po. Po mirë. Mund ta vazhdosh dhe me atë. Po, vetëm se duhet të rish, po, shumë mirë, edhe atë tjetrën në shu dhe e mbyllim. Tani unë po filloj të skuqto nga fundi, pastaj luaj me Julkën me ato. Okej. Më duket se e mbyll apo? Jo, është mbyllur. Zoti qoftë me mua. Jo, kjo është po ti biesh për herë të dytë mbyllet, ja do ta vëmë ne këtë. Sa të mira. I bën pak më të mëdha që ti mbushësh, mund t'i vesh pak proshut, mund t'i vetëm rukola jo, i vën pak proshut edhe pak djath kremos. Sa mirë. Edhe ato janë të mbushura brenda me të. Por natyrisht duhet i bëni çik më të mëdha, se kjo macika që i kam bërë unë me kaq nuk arrin dot që ti mbushësh. Ja u fryn direkte. Po, fryen ashtu dalin. Do t'i kthej? Po, do të natyrisht po. Natyrisht po. Po kështu, ti edhin vaj nga sipër? Po, lëvizja, sikur po skuq petullat janë këto Julka, po, sikur bën petullat. Sa qef! Pa, po që kanë aq të vështira sa që mendova unë. Shumë të thjeshta, Alban, shumë të thjeshta. Po edhe më Do që kanë super të thjeshta, unë mendova se kush e di, do jenë të vështira, etj. Jo, super fare. thjeshta. Po në furrë, ç'a do fusim? Në furrë asgjë. Asgjë, mendova që do fusim, Jo. do kalonim ndonjë gjë në furrë. Jo, asgjë. Asgjë. Aty lakra po vazhdon, e kam lënë pak a pak që të na avulloj çik lëngu se dua më të. Ka çik vend edhe për 2. Okej. Apo Po se na na prishin ule temperatura. Ka gjithmonë një teknikë. Ka një perke. Dgjoj, unë them hajt dhe një se u mbushëm. Linda thot jo dhe një se na ulet temperatura. Na ulet. Ndërkohë që Julka, pra dhe Linda sigurisht Argëtohet. Julka po argëtohet. Apo luan me një. Me njoki fritit, ndërkohë që Linda po i gatuan. Kemi dhe mesazhet tuaja, të cilat kanë ardhur në shpinton.ch. Në faqen tonë zyrtare në Instagram, do lexojmë disa prej tyre, se nuk arrim asnjëherë t'i lexojmë që të gjitha, kështu që hajde e nderuar kolege dhe dashur kolege. Po i dashur kolegë. Dhe i japim. Mirëmëngjes syje. Ju uroj një ditë të mbar, sa për temën të 2 fëmijët e mi nuk dalin nga shtëpia pa ngrënë diçka në mëngjes. Shumë mirë. Me dëshirë nuk duan, por me pak moral për të mirën e shëndetit të tyre ja dal. E pra kjo është shumë e rëndësishme. Djalin e vogël e kam në klasën e 2 dhe jap ushqim çdo ditë me vete nga shtëpia. Shqyr që dhe mësuesja e ka bërë si detyrim që të marrin diçka nga shtëpia dhe jo këto të dyqaneve. Ndërsa për drek kam cav furre me perime. Jeni më të mirë, të falenderoj
falenderojmë shumë e dashur. Bravo. Dhe bën shumë mirë, është e vërtet se kanë filluar fëmijët thonë nuk dua, nuk më hahet, kështu që aty është detyra jonë si prindër pastaj. Mirëmëngjes shtëpia jonë, ju ndjekim për ditë bashkë me Vjerën, na kënaqni. Sot Vjera na ka bërë groshe dhe turshi që i ka qarë. Jeni shumë të mirë, të përshëndesim. Përshëndesim shumë. Groshët me turshi Shkojnë shumë. janë si kri pa piper. Shumë. Ndërkohë, marshallah të tre, yje na ndriçoni ditën për drek qofte me patate dhe lakër sipas lindës dhe byrek me spinaq. Bravo! Gjitha këto në drek apo e keni kështu drek dark? Edhe nesër. Mimi se mund të jenë shumë. Edhe mbesët Familje madhe. Familje madhe. Me variacione të ndryshme. Ore shumë se Po nga shkon herë java dikush shumë do një pastaj. gjë, dikush do një gjë, mama të bëjnë dy. E jo, mama nuk duhet bëjnë dy se ashtu i bie. Lëri mama të gatuaj si duan. Mirëmëngjes, sot për drek ka birshtaja me mjeshviçi dhe sa për temën, unë jam një mami që dy vajzat e mia nuk i lë pa ngrënë mëngjes dhe ushqime me vete për në shkollë dhe kopshte, ju a përgatis vetë çdo ditë, gjëra të ndryshme ju përqafoj Marinela dhe bën shumë mirë, një investim shumë i mirë për shëndetin e tyre. Mirëmëngjes. Na se muri ky shiu që nuk e di të pushoj. Na dhe me kryqet, ha. Për ditë grosh nuk ham se hajde duro grugullivat e zorve. Dhe jo vetë. Poshtër. Sot kemi pul me pilaf. Kur i kisha fëmijët të vegjël, u jepja bukë me vete në shkollë. Pastaj kur u rritën, pak kishin turp të merrnin bukën nga shtëpia, shikonin njëri tjetrin se mos i tallnin të tjerët dhe filluan që të blinin nëpër dyqane. Më vinte plasjet. Po, që të bëja, thot, loti vua atyre dhe unë u dorëzova. Tani mbajnë djetë dhe po mësojnë fëmijët e tyre. Është tek presioni në fakt i shoqërisë. Ne e kemi thënë her pas here dhe kemi bërë programe dedikuar kësaj gjës, pra bukës me vete, sa e rëndësishme është dhe sa mirë është të i japim fëmijëve tanë bukën me vete dhe nuk është turp fare. Fakti që ti e merr bukën me vete nuk do të thotë që ti je i varfër apo i pasur. Kjo do të thotë që ti po kujdesesh për shëndetin tënd, se ti nuk e di se çfarë janë ato që cilat po i blen. Nuk dua ti përgjigjsoj të gjithë, pa diskutim, ka gjithmonë përjashtime. Po kam përshtypjen që po të bëhemi gjithë prindrit bashkë, nuk do kenë hapësira fëmijët për të menduar, sepse do u duket normale kjo gjëja. Siç e kemi pasur neve normale më përpara që të merrnin bukë me vete dhe ishte okay. Unë jap bukë me vete. Edhe unë jap. Shumë. Unë jap mëngjesin njerë të mirë, që të jenë të përqendruar, që të kenë atë qartësinë mendore, që të mos ta kenë mendjen tek ushqimi, edhe pse protestojnë, sepse ka nevojë për energji, patjetër për të përballuar ditën dhe jap edhe me vete. Kuptohet, ndonjëherë me vete mund t'ja fuset dhe shkurtë, por gjithsesi gjërat kontrolluara. Tani ti prezantojmë ne ke një pjatë të bardhë aty Julka, atë tjetrën aty. Po. E voilà. E more direkte ti, po çfarë ke qenë ti dhe nuk ha dhe tak i pari që merr petu. Unë është vogël. Është aq i vogël sa është kjo? S'të bën gjë. Është i vogël sa një gogël. Një vogël sa një gogël. Shiko. Ua, sa të bukura. Përpara brenda janë boshë, po dua që ta shofi zonja, si janë nga brenda këto? Janë bosh fare, kjo është të desha të tregoj që... Bosh. Të shofi pastaj mënyrën si do të serviren dhe si do të shohim deri në fund pra të gjithë procesin, por ju rikujtoj gjithmonë që produktet janë shumë të rëndësishme dhe rëndësia e produkteve gjithmonë shfaqet tek cilësia e tyre. Dhe nëse flasim për bylmetra, ju e dini shumë mirë që zgjidhja më e mirë e çdo familje shqiptare është lufra me të gjitha produktet e saj. Ju e dini që lufra ka futur tashmë edhe gamën edhe linjen, le ta themi, të kefirit, duke e plotësuar gjithë gamën e produkteve të bylmetit, por mos harroni asnjëherë që duhet të zgjidhni më të mirët, cilësinë dhe sigurinë ushqimore. Qumshti, për shembull, i lufrës është më i mirë, është i shkëlqyer dhe mbi të gjitha është i sigurt, i pasterizuar me të gjitha standardet më të larta europiane dhe vjen në tryezat tona pa diskutim me plot shije si qumshti i gjysheve tona, por edhe me siguri. E njëjta gjë vlen për të gjithë gamën e lufrës, kështu që bylmetin ne si popull e duam shumë dhe zgjedhja në këtë rast është vetëm lufra. Thënë kjo, me që u përdor lufra këtu. Se stopuam, se kur thohen qëra të mira, ne stopojmë tjera. Tani vazhdoj me ngrënien. Tani këto i hapni dhe i mbushni si mbas dëshirës me qik krem djathi, mund t'i hapni kështu në mes, i vini qik copa domate, qik rukola e tjerë, ose anash ato mund t'i bëni qik si salat me vaje me kripe, kështu dhe i shoqëroni. Këto në vend të vëndës. E janë si pun petullash. E shumë po anja. Petulla antike ne kemi. Po shqyr që ëngre një Olinda Adami u bëft. Se desha të pretendoj qik edhe këtë.
Dhe, lakrën. Okej, po, dhe këto petullat bën edhe më të mëdhaja, dhe quhen petullat se si quhen. Nuk e di unë. Tash këto njok janë frito kështu prezantohen ose pak Jo në rregull, po them janë ta të mëdhaja kështu trekëndore. Po. Quhen llokume, quhen Janë kërce, janë fantastika. Okej. Linda, Ta prezantojmë dhe këtë? ta prezantojmë me shpejtësinë e erës. Po, mjaftojnë këto, pse duhet i lëmë të dyja këtu ne për shembull? Jo, hiq atë, po mjafton. Po anash duhet bëjmë çik dhe këto tomatet e këto gjëra kështu. Vëri. Tu do hedhim dhe pak kos edhe limon ke lakra. Ne. I shtojmë vetëm, jo nuk kemi kohë, më duhet kalojmë publicitet. Vetëm i shtojmë një lugë kos shpejt e shpejt. Kaq. Edhe pak limon. Dhe limonin. Linda të lumshin duart. Faleminderit ju. Të lumshin duart, zonja Linda. Provojni, Të janë të shkëlqyera si gjithnjë. Dhe këto për shembull njoku friti mund të ishin shumë mirë edhe për një mëngjes. Po, pra mëngjes për fëmijët, prandaj thash edhe unë. E voilà. Mirë, vetëm pas pak rikthehemi në studio, flasim pak për këtë studimin i cili është tronditës. Me thënë të drejtën, 1 në 3 fëmijë largohen pa mëngjes nga shtëpia. vetëm pas pak.